Dhe unë në Angli rri, po më vete në javë 200 pound të Tesco si vete ku i ke marrë këto me 70. Shumë nga të ruat me videon që postova unë për supermarketin edhe sa lek kushtojnë, më kushtuan gjerat edhe pse më kanë kushtuan mua 70 pound. Unë nuk fola që 70 pound harxoj në javë në supermarket, si që pat më të gjithë në video, gjitha ato gjëra që bleva unë, kjo patate ishte prishu, do të them pse dalim shtu. Të gjitha ato gjëra që unë bleva, nuk mund të kalosh javën, edhe në ato gjëra mungon të mishi, qumshi, veza, patatja, qepa, do me thënë të gjitha gjërat bazike që unë përdojt gjatë javës. Nuk u vajti në mëndi që të pyeshin që ku janë gjithë këto gjëra, po thonë qysha dalun banë në 70 në javë. Nuk harxoj 70 në javë, kuptohet, unë thash që supermarketet e Anglisë i kanë çmimet shumë të lira se supermarketet në Greqi në Shqipëri që unë kam shkuar dhe kam parë se ç'bëhet këto dhe siç më thatë edhe shumë nga juve që rat dakord me mua. Unë gjërat e rëndësishme të javës, patatet, mishin, gjërat këto, i marr në ferma. Se jetoj jashtë Londre, fermat i kemi afër, qumshin na e sillin në shtëpi, mishin vemi e blejmë atje, do me thënë gjërat që janë që kushtojnë shumë, peshkun e marrë tek pazari që bëhet për shembull, te qyteti ku jetoj. Rrallë ta marrë nga supermarketi, ndaj mos u ngatëroni, nuk thash unë që për mua çdo gjë është e lirë dhe për juve është e shtrenjtë. Kuptohet që janë të shtrenjta, po thash në krahasim me vendet e tjera të Europës, që kam vizituar unë edhe që jeton familja time për shembull, është më lirë Anglia. Këtë thash, mos u ngatëroni, nuk thash unë që me 1/7 që dalë javën. Sot vajta pranë në supermarket, nëse do shkoj pranë se harroj 2 gjëra, po do me thënë gjërat bazike nuk i blej nga supermarketi, edhe frutat, perimet, disa gjëra të tilla të vogla, gjërat që merr djalin në shkollë, i blej në supermarket dhe më kushtuan kaq. Këtë thashë.